Maku i trajtoj këtu duke marrë që nga, po themi, periudha e rilindjes apo nga antikiteti dhe deri në ditët e sotme, dhe trajtoj në pak dhe disa autorë shqiptarë. Ali Aslani është një ndër autorët e dashur, po unë s'do doja këtu të linim një poet tjetër vlonjat të kalibit kombëtar, që është Fatos Arapi. Ka një strofë gent që mbase nuk mund ta riprodhoj ashtu siç duhet, po do mundohem. Thot, unë të desha si vetjetën, kështu dashurova unë, edhe prapë e qerthoj veten, si së desha pak më shumë. Dhe po thuaj me këtë linjë vazhdon dhe mbi strofa tjera. Është një poezist, po themi që të zgjon dhe pas një lloj abije në vetvete. Këndvështrimi nuk zihet në gojë fjala pus apo shtamb fare. Por të leta nuk kuptosh që dashuria është si një lloj pusi që nëse ti ke etje, ajo nuk shtëron asnjëherë. Nëse ti arratisesh pastaj, shtëron edhe vetë pusi. Do të kalojmë tashmë në një tjetër emocion. Më fal. Është e natyrshme që të gabojmë. Është e natyrshme që në momentet e caktuara të jetës të jemi të rrëmbyer, të mos vlerësojmë personin që kemi përballë, të mos vlerësojmë atë që është e virtytshmja, fisnikja, ajo që na maturon shpirtërisht. E kemi parazgjedhur pikërisht për ju, me një mesazh shumë të thjeshtë. Më fal. Le ta ndjekim këtë dhe rikthehemi në studio. E dashur, ikona ime, plotnia dhe plaga ime. Kaq shumë ditë kam pritur që ti të shfaqeshe. Aq sa besova se nuk ekzistoja në këtë botë, përderisa ti ishe veshur me heshtje dhe shihje të tjera yje në universin e frikshëm pa ty. Kam lotuar, e dashur. Aq shumë sa mendova se gjithçka është kotësi absurde në këtë jetë dhe kur dashuria nuk mund të jetojë tek njerëzit. Si ngushëllimi vetes, grafikoja me fjalë puthje, buzët, mëngjeset tona të magjishme në dhomëzën e ëndrave, dashurinë dhe atë pjesë të jetës që më jep dhe më gjeneron shpirt. Nuk doja të të lëndoja, as të të bëj të ndjesh dhimbje, por vetëm të të thoja se çdo detaj i frymës tënde është tek unë, dhe unë jetoj me dashurinë tënde. Doja të thoja se heshtja ndonjëherë nuk mund të jetë ineksistencë, por reflektim për të parë brenda vetes dhe për t'i ngritur në përjetësi ndjenjat tona. Mos u trishto. Edhe nëse nuk të dëgjoj zërin, përsëri emri më zgjon dhe më thot se unë të dua. Dua dhe hieroglifet e emrit tënd. Të dua, dhe jeta ime ka vlerën e një çasti nga qenësia jote. Kaq shumë të kërkoj brenda vetes, e ti shfaqesh e rishfaqesh si lojë lotuese në sytë e mi. Trishtohem. Shumë herë ndjej se nuk mund të eci më tej. E sërish, mes hapave më trokon mendimi se diku do të jesh. Dhe unë do të jem diku duke pritur që ti të buzëqeshësh.
Shumë herë fjala më gjykon dhe më mbetet në buzë, duke tymosur pas ditët e mia. Ndonjëherë dua që kohën ta përmbys dhe të kthehet veç 1/1000 e sekondës sa unë të gjej fjalën brenda meje e ta therras deri në yjsi. Trishtohem pa ty. Ti nuk përgjigjesh. E di, plagët janë frymë të vrara që mbyllin ciklin jetësor tek një lot. E ndjej, ti nuk do të më flasësh më për puthjet tona dhe as stina ime e ngrohtë nuk do të jesh. Ti do të jesh për mua fladi i mëngjesit që do të më zgjoj afshin e lëkurës së zhuritur e të më kujtoj se ëndra u bë ves. Sa herë përpiqem të harroj, aq sa lotët më duken si një lojë mëngjesi, aq sa gjethet më duken si pritja jote e gjatë që kullon mallin në kupën e përmbysur të këtij agu. Mëngjeseve, në dhomëzën tonë sa një ëndër, ti qeshje gjithmonë dhe unë me gjethet të kuqe trëndafilash mbuloja lëkurën tënde të bardhë e nuk të thosha kurrë se bëhesh ajmarr pas teje. Ti më luteshe të thoja të dua. Unë të puthja lëkurën e bardhë mbuluar me petale të kuqe. Fshehurazi, në poret e tua përshpëritja ta adhuroj, e ndërsa ti në heshtje si unë tani, lotoje. Agimet unë i quaja perëndimet të flakta me gjak të rëndafilash. Tashmë, mëngjeset e mia janë gjaku i plagëndrës son që më mbushin me heshtje, me psherëtim agri. E di, nuk më dëgjon kur të them të dua. Kjo është e fshehta e lojës sime të trisht dhe sa duat të më dëgjosh, të belbëzoj në kraharorin tënd. Më fal. Të nderuar miq, ishte kjo një mesazh i përzgjedhur artistik. Do të kalojmë tashmë tek ato momentet e fundit të këtij emisioni dhe sigurisht gjatë gjithë minutave të këtij emisioni mesazhi ynë për ju ka qenë gëzuar Shën Valentinin. Le të jetë kjo ditë një ditë e mbushur me trëndafila, dashuri dhe paqe me njëri tjetrin.